realitet që jemi ne sot këtu, vazhdojnë paguajnë çmimin, pse Kosova është e lirë, pse Kosova është e pavarur, pse Kosova ka ngritur kokën, pse Kosova ka luftuar, pse Kosova ka organizuar djem me vajza për t'ia kthyer pushkën Serbisë. Për ata prej 99-s janë përsekutuar djem të UÇK-s, në krye me themelës e saj që ende vazhdojnë me pagu çmimin e lirisë. Kosova patriotike, Kosova adhetare, shqiptarë tani kanë troja, patriota adhetarë, tani ma, po shpendohet cep për cep, gjithkun Kosovë, në zemër, ne e dim qëllimin e dytë, kur në kthejen shokët nga Haga me 16 shtator, Hashimi, Batjakub, Kadria e Regja. Dhe ne, kushdo që ka menduar, mos harani. Për një me, kur shoh njerëz dhimen, vjegjuna, loj tani ma, kur i sheh flasin, çka ty vjen goj, pa më mërzet pak, me morën vesh dhe njerëz, po ku si na dërzu 98-ën para Serbisë, po ku kobre njeri që mund nga dërzënive, në shërbim të këti vendi. Ata do të vinë, ata do të vinë, ata do të kthejen, ata s'ka pas nevoj me shkuar, ata do të kthejen ashtu si që në shkuar, kokën lartë. Historia lirisë Kosovës është e lidhë fort, me këtë emër mrapa nesh, e me se cilën nga ne. Djem vajzat reja, përësia, përsëri për ju. Nuk kemi na UÇK-ja. UÇK-ja jeni ju. Ju do t'jeteni me gjatë për ta jetuar produktin e ushtisë shqiptare të Kosovës, lirinë e Kosovës. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, nder dhe respekt për gjithë burrat e gratë që shërbejnë me dorë në zemër, me dorë në zemër, e hakikat për forcimin e shtetit të Kosovës. Për ata që shërbejnë ditë e natë, për atë dheun e tyre, për ata të cilët flasin një fjalë që të bën krenar vendin e tyre. Në çfarë do profesione që janë sot, si cilën nga ne, mund të shërbejmë me forcojmë shtetin tonë, prej bujkut e derit akademiku, duke qëndruar fort në shërbim të Kosovës, e cila po sulmohet nga gjitha anë. Lavdi dëshmorëve të kombit e urime ky moment i rëndësishëm të provurimit.